Ullum. Ishin 3. O, zot. Ledion, shumë falemderit. Rogert, shumë komplimenta, e di sa e vështirë është të kalosh fobi të këtij lloji. Ishte plak më në telefon, çka ka noll. Jo, më të duket ty. Jo, është shumë mirë. Shumë falemderit, gjithmonë për ulem këtij lloj show-it edhe këtij lloj kanalit televizor, shumë falemderit, por ama me breshkat lutem mos mbutni më. Kam përshtypjen e mbyllëm me breshkat. Ja lutem, jo. Po edhe ti sikur u qetësove pak, kështu që jo, thjesht spyta kur ishte zani 9, spyta ku ishin as dita me ditë fare. Nëse unë i kërkoj ndjes ty të parit dhe natyrisht gjithë atyre që po na ndjekin edhe që kanë fobi që disave mund të duken të çuditshme, por fobit janë të tilla edhe duhet të jemi mirë kuptues ndaj çdo fobie që çdo kush mund të ketë edhe nga gjëja që ne na duhet e pakuptueshme si mund të kesh fobi nga një breshk. I them tan shqiptarëve kujdes ndet se janë më të rrezikshme. Jo, nuk jam të utallë, kam sinqerisht. Se të vinë. Ka pati breshkëm det më ba. Po të vinë. Shiko, falë Zotit, në detet tona nuk kemi breshka, duhet jenë këto detet kështu egzotike, ne maksimumin e i kandile, në i gjë kështu gjenë. Rogertit se i duket si breshke dhe Rogertit. Jo të vinë të hajnë më o Monika. Të vinë të hajnë, o Monika, ty duhet të kafshoj breshka që ta kuptosh. Unë kam 3 breshka në shtëpi. Po 3 breshka dhe njëra kafshon, po kafshon një kanë ato dhëmbë si gjilpëra. 2 tjerat janë marrume të shkretat i mytës. E marrësh, po ja duke prandaj Rogertit e ti keni këtë raport, për çështje breshkash. Mi që e mora vesh për punën e breshkave, do filloj tani të çoj vetëm kështu drona me breshka. Drona me breshka. Okej. Mirë. Dua të qëndroni në dhomën e ndenjes përveç Rogertit edhe Miri dhe Selin. Pjesa tjetër të shkojnë në dhomën e gjumit. Faleminderit. Girl. Atëherë, jam me ju dhe dua të flasim pak për atë që mund të quhet një përpjekje e ditëve të fundit të Rogertit për të afruar Mirin dhe Selin. Një afrimitet që favorizon më shumë Rogertin apo dyshen. E shohim klipin. Vendimi jetë më i keq që ka nollë është që më ushkut nga Miri. Plani jem është që Miri t'jetë besnik ndaj vetes tina. Ti ishe ashtu si që ishe me Miri, mos ta merrshe personale dhe pikë. Rogerti mendon se po flet me Selinin 24 orëve të para që sa kishte ardhur. Kur ka kenë ato fillimit e tuja, o zot sa fort ke kenë. Rogerti nuk mendon pozitivisht sepse nuk është një njeri dashamirës, është një njeri kokë këmbë i ligë. Nëse këto do bashkohen me njëri tjetrin, këto vetëm do psojnë njëri tjetrin. Po ti më pak mendje let, po. Rogerti i plotson ajo skema. Miri ta ka mësuar lojën që ti ke dalë në vete, që e ke marrë forcat e vete edhe ke ecë përpara. Ajo është ashtu rollake që ajo mund të bashkohet në ditë me Mirin në civilizim e sipër. Si ka mundësi se uli herë për mirënjohje ndaj Mirit? Me fol. Për kohën që keni kalu bashkë, nuk jeni ul për me fol tamam si njerëz. Nuk është normale një person si puna jote dhe e Mirit mos me pas një komunikim si e Emir Çabane, jo vetëm me puja. Rogerti mund të përdorë një mirë edhe një juel. Palët e tjera përballë nuk mund t'i përdorë. Unë dua ta ngjall Mirin që të sulmojnë Selin, ose të sulmojnë njëri tjetrin ose të bashkohen. Në pikpamjen time Roger, ti këtë Mirin që supozohet se ti e mbështet dhe ke shok të ngushtë, do që ti rikthehet një situatë që nuk po i ndahet dot. Sugjeron Mirin në një linjë të gabuar për ta rikthyer Mirin te gabimet e veta dhe për t'i thënë ja bro, my family, my West Side family, pik tani te shtëpia. Nëse kjo zbutje shfrytëzohet për lojën, është marrë për ju pastaj. Këtë kam dashur të kesh edhe ti me te. Unë nuk e kam shprehur asnjëherë kundërtën. Asnjëherë kundër. Miri nuk i shkon asaj, ajo do vinë do ngacmohet. Unë fitore nuk doj. Që unë të zihem me këtë, që të fitoj ajo. Ja.
Mirë dhe e fërkon Rogertin e përkather, i thot po, sepse nuk ka guxim edhe ka shumë frikë për t'i dalë përballë. Ne patin luanesh vetëm. Luaneshat duhet kapin një gjah shumë të fortë dhe shumë të madh se do haj gjithë tufa edhe luan. Po vetëm ato se kapin dot. Kurse luani mund ta kapi buallin dhe vetëm. Njëri në këtë pikë mendon që po t'i shkoj unë, i leverdis, gjë që unë e di se vdes, dal sot tani nga dhoma rrëfimit, sa mund shkoj t'i kërkoj Mirit ortakëri. Në qoftë se këto dy bashkohen, unë jam mreti i mretave.